Operacioni përbashkët i Policisë Kombëtare të Ekuadorit, Prokurorisë dhe Europolit, i koduar Great Phoenix 43 Azkaban, ka goditur një rrjet kriminal polako-shqiptar të dyshuar për trafikimin e sasive të mëdha të kokainës nga Amerika Latine drejt Europës. Sipas hetimeve, organizata ka vepruar që prej vitit 2019 dhe lidhet me sekuestrimin e të paktën 7.5 ton kokain, e fshehur në ngarkesat ligjshme si banane, kafe, produkte deti dhe dru. Në qendër të hetimit është një shtetas shqiptar me inicialet DP, i cili dyshohet se drejtonte aktivitetin e mafias ballkanike në Ekuador dhe koordinonte logjistikën e trafikut sipas udhëzimeve të marra nga Europa. Autoritetet dyshojnë se bizneset e tij në sektorin e gastronomisë janë përdorur si mbulesë për pastrim parash dhe evazion fiskal. Mes të arrestuarve është edhe shtetasi polak Jakimiec T, i kërkuar nga Interpoli. Në banesën e tij u sekuestruan pajisje komunikimit koduara, armë dhe pajisje elektronike. Hetuesit zbuluan se ai ishte i lidhur me një kompani eksporti bananesh, që dyshohet se përdorej për të fshehur dërgesat e drogës.